Në lidhje direkt nga sheshi Skënderbej do t'jetë zoti Arlind Qori, kryetari i Lëvizjes Bashkë. Arlind, faleminderit shumë. Por ti do na flasësh tani në fillim për situatën dhe çfarë shet ti sot aty? Vazhdon të jetë e madhe, e bukur dhe në këndvështrimin tim historike. Janë dhjetra të mira të rinj, familje të reja, qytetarë të moshave të ndryshme, të profesioneve të ndryshme, që janë bashkuar siç e kërkon dhe thirrja e tyre për një Shqipëri të re. Shqipëria e Ramës dhe Shqipëria e Sali Berishës është tashmë një Shqipëri e tejkaluar, është Shqipëria e korrupsionit dhe bashkëllokut, e arrogancës e fyrjes ndaj qytetarëve, kërcënimit ndaj administratës publike, ndërkohë që në bulevardin kryesor të Tiranës Ministria është mbledhur, janë mbledhur përfaqësuesit e një Shqipërie vërtetë e një Shqipërie që 21. Unë jam tërësisht impresionuar nga këmbgulja e qytetarëve në protestë, vinë me dhjetra mira që ndrojnë me orë të tëra, dhe tani që po flasim ne s'ka filluar ende më e bukur e protestës. Më e bukur e protestës nis pak vonë martimin që përshkon të gjitha rrugët kryesore të qytetit Tiranës dhe ngre pesh zemrat e qytetarëve nga do ku janë. Unë kam qenë pëtit edhe në protestë marshim dhe shoh se si qytetarë nga balkonet, nga trotuarët, kudo që ndodhen, përshëndetin qytetarët. Në këtë kontekst, ajo që po ndodh nuk mund mos ketë efektet mëdha, nuk mund mos jetë një tërmet i madh politik. Të kam bindjen se do të rrëzojë qeverinë e korruptuar të Ramës dhe të rrëzojë njëkohësisht edhe establishmentin e vjetër dhe të korruptuar politik që përfaqësohet nga Edi Rama dhe Sali Berisha. Arlind, u pyeta para edhe ty herën e kaluar, edhe Fatos Lubojën, dhe i thash i bëjmë pyetje që është mjaft heterogjene. Përveç atyre që ne pam në fillim gjenatën Z e të gjitha fare të rinj e të gjithë, duket që këse proteste janë bashkuar dhe se më shumë po përpiqen të i bashkohen edhe zërat të tjerë. Politika përgjithsisht po përpiqet të hyjë aty. Ç'është opinioni tënd pas 12 ditësh? Protesta është mund të ishte ndryshme. Do të thotë janë njerëz të moshave, të profesioneve, të shtresave ndryshme shoqërore, janë njerëz të krahinave ndryshme, të besimeve ndryshme fetare. Shumica dërmuese kanë përshtypjen që janë që s'kan marrë ndonjëherë pjesë aktive në politikë. Sigurisht ne si aktivist Lëvizjes Bashkë kemi qenë që ditën e parë si qytetar këtu, sepse e shohim si përmbushje të gjitha aspiratave tona. Populli është, si që thash, popull dhe shoqëria janë heterogjene dhe kësaj nuk mund të jetë ndryshe protesta. Sigurisht, protestat e tjera mund të kenë qenë më kompakte nga pikpamja e ideve të pjesëmarrësve, po automatikisht edhe vogla. Tashmë në këtë protestë kaq të madhe, kaq bukur, kaq heterogjene, që ka një potencial shumë të madh, kjo e ka vënë besoj edhe Edi Rama në ditën më të vështirë të mundshme të karrierës tij politike, sepse nuk i përgjigjet dot një partie. Partitë këtu janë si një pikë në oqean. Pra sot partitë do të thjeshtë. Ne si Lëvizje Bashkë kemi kryer detyrën tonë përpara se të niste protesta, kur ishim zvërnec, kur denonconim zhvatjen e qytetarëve dhe shkatrimin e natyrës. Sot edhe sikur të mos ishin fare në protestë, protesta do të ishte një lloj e bukur, një lloj gjigante dhe kjo besoj vlen për të gjitha partitë. Mirë po, është shumë e rëndësishme që kjo protestë i arrijë qëllimet, sepse janë krijuar kushtet objektive që të ndodhë ajo që aspirojmë të gjithë transformim. Pyetja retorike ditë është kjo. Çfarë mund ndodh më shumë që një kryeministër të jap dorëheqjen? Çfarë mund ndodh më shumë se sa rinia me dhjetra mira, njerëz që nuk kanë më frikë të dalin protestë, jo vetëm në Tiranë, por në shumë qytete të Shqipërisë, në diasporë, që një kryeministër të japi dorëheqjen. Në çdo vend minimalisht demokratik të botës, qeveria tashmë do kishte dhënë dorëheqjen. Asnjë qeveri nuk mund të mbrohet duke thënë kam marr kaq vota para një viti apo kam kaq deputet. Po të mos kishe deputet, nuk ke nevojë të japësh dorëheqjen se të heqin të tjerët. Qeverit japin dorëheqjen kur pavarësisht se sa deputet kanë, kur shoqëria ngrihet masivisht në protestë, tregon se tashmë ajo shumicë e pretenduar dhe marrë dhe forcërisht në rastin e Shqipërisë tashmë nuk ekziston më. Krahasojini nesër antitik do bëjë Edi Rama te sheshi Italia me protestën e qytetarëve. Unë kam përshtypjen që shumica dërmuese e në punësve të administratës që do të shkojnë në antimitingun e Ramës nesër, do të jenë me trup të antimitingu e me mendje dhe me zemër me qytetarët
madje besoj që shumë e tyre duke vënë një kapele në kokë pasaj do të bashkohen qytetarëve. Kjo që po ndodh ylli është përtej të zakonshmes, është përtej asaj që ka menduar e imagjinuar edhe më i guximshmi përpara se të niste kjo protestë dhe i ka të gjitha dimensionet për qenë historike. Mbasi unë dukem shumë i emocionuar se nuk jam aty me ju, i ulur në një karrike, jam prej 12 ditësh me orë të tëra bashkë me protestuesit kudo dhe emocioni besoj në këtë rast arsyes dhe kërkesave të një shoqërie. Arlind, okej, jemi shumë okej, po kaluan 12 ditë dhe për shembull në këtë protestë janë të gjithë komandantët dhe të gjithë njerëz të thjeshtë. Si ta kuptojmë këtë se unë shoh si një rast të rrallë. Ndoshta gaboj unë, ha? Shiko, Ylli, këto janë protestat dhe shekullit 21. Edhe në Evropë, edhe në Perëndim. Këto janë protestat e shoqërisë, protesta pa kokë, janë protesta heterogjene. Është një shumësi që vetë organizohet. Po kishte kokë do përçaj, po kishte kokë do komentohet. Dhe prandaj, sepse e kapi receptorët e rendimit politik, kjo protestë do të rezistojë dhe do të thotë shumë njerëz tani. Jemi, nuk dëgjohemi, ha? Aty ndërpritjen valet shpesh, Arlind, për fat keq nuk dëgjohemi dhe me ndërprecim të them unë, në qoftë se nuk mund edhe 2-3 minuta regjia në ndihmonte, gjithsesi faleminderit shumë në qoftë se nuk do të rilidhemi. Zoti në rrugët kryesorit. Po. Tani mua do më falësh Ylli se unë nuk mezi të dëgjoj, kështu që e kam falenderoj shumë. Po ashtu filloi marshimi dhe unë dua të jem pjesë e këtij marshimi. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Gjithë mira. Tani zoti Klosi, protesta masive me shumë njerëz me thënë drejtën, pavarësisht nga numërimi që bën zoti Balla. Dije nuk i numëroj ai se ishin vërtet shumë. Kanë shpërthyer në vend fillimisht për çështjen e Zvërnecit, po duket tani ajo është spostuar. Zvërneci ka qenë si thua siç ishte kjo çatia e aeroportit në Novi Sad, ku njerëzit vazhduan pastaj, po doli punë e çatis, u ngritën njerëzit dhe tani duket se janë zgjeruar kundër klasës politike, gjithë klasës politike në Shqipëri. Dhe kërkesa kryesore mbetet dorëheqja e qeverisë. Si e lexoni ju këto protesta? Tani, natyrisht protestat kanë pasur gjithë, le të themi, facilitetet që vijnë nga qeverisja për të realizuar ato, pra bëhet fjalë që kemi një ambient krejtësisht miqësor për realizimin e këtyre protestave, ka ndryshim shumë të madh edhe në mënyrën e lejimit të bërjes protestë nga forcat politike në Shqipëri, se si do në aty është situatë paqësore, asnjë incident, asnjë